Gjatë një operacioni kundër korrupsionit në Irak, thuhet se në shtëpinë e deputetes Hind Al-Abazi u sekuestruan $57 milion në para të gatshme, 27 kg arë të pastër dhe të brendshme të veshura me arë. Operacioni rezultoi në arrestimin e 47 të dyshuarve përfshirë deputet dhe burokrat dhe hetimi thuhet se po vazhdon dhe po zgjerohet. Si pjesë e hetimit thuhet se u arrestuan 47 të. Edhe pse deputetja Hind Al-Abazi shfaqet në faqen zyrtare të internetit të parlamentit irakian, deklaratat e hollësishme nga institucionet zyrtare në lidhje me kontrollin e supozuar dhe materialet e sekuestruara nuk janë konfirmuar ende. Incidenti i fundit në Irak është pjesë e një operacioni të gjerë kundër korrupsionit, të nisur nga qeveria e kryeministrit Ali Al-Zaid. Operacionet kishin në shënjesër antar të parlamentit, burokrat të lartë dhe zyrtar publik. Forcat e sigurisë kryen mbastisje në agim në vende të shumta, kryesisht në Bagdad. Të paktën 7 antar të parlamentit dhe një numër zyrtarësh të lartë publik ishin midis 47 të ndaluarve. Miliona dollar në para të gatshme, armë dhe municione të shumta u sekuestrua në hetimet për korrupsion. Në një operacion të njoftuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor i Irakut, rreth $10 milion në para të gatshme, 3 miliard dinar irakian, bizhuteri ari, armë të shumta me tyt të gjatë dhe rreth 40 prona u sekuestrua në një hetim të lidhur me ish-zëvendës ministrin e naftës. Kryeministri Ali Al-Zaidi tha se nuk do të kishte kompromis në luftën kundër korrupsionit, duke lënë të kuptohet se operacionet mund të zgjerohen për të përfshirë individ të rinj.